Në titullin Vishu me traditë, Muzeu Historik i Shkodrës Osokuka zhvilloi një workshop ku në fokus ishte ruajtja dhe promovimi i veshjeve tradicionale të Shkodrës dhe Kainës së Veriut. Eventi sotëm i dedikohet veshjes tradicionale, jemi të fokusuar specifikisht tek veshjet tradicionale të rajonit të Shkodrës, duke filluar që me veshjet qytetare të Shkodrës, por gjithashtu dhe të krahinave dhe fshatrave përreth. Por synimi është pikërisht ky, që të promovojë dhe të nxjisë rinin që të bëhet pjesë e kësaj tradite, pra ta përqafojë traditën, por pse jo, dhe ta shohë si një mënyrë për jetesën e tyre, pra ta shohë si një mënyrë për të nxitur ata të krijojnë biznese që bazohen pikërisht tek tradita, tek diebërja jonë shumë e pasur, sepse ka një kërkesë të lartë, jo vetëm nga turistët, por ka një kërkesë të lartë në rend, le të themi, evropian, por dhe më gjerë, pikërisht për profesione apo biznese që mbështeten në industrinë kreative, por dhe në industrinë tradicionale. Nga xhubleta që tashmë është pjesë e UNESCO e deri tek veshjet qytetare, çdo veshje e ekspozuar dëshmon për një artizanat të jashtëzakonshëm që i ka rezistuar kohës. Trashëgimia kulturore pa diskutim që është një vlerë jashtëzakonshme e popullit tonë dhe ka një dimension, si thua, ka një fushë shumë dimensionale në praktikitetin e saj dhe përdorimin e saj në turizmin kulturor, por edhe në ruajtjen e të gjithë mjeshtrive artizanale që përbëjnë rindërtimin e veshjes tradicionale. Pa diskutim që iniciativat tona janë që ta ruajmë këtë dhe ne mundohemi të nxisim të rinj që të jenë pjesë e artizanatit, pjesë e formimeve profesionale në artizanat. Dhe kjo është mënyra më e mirë për ta ruajtur dhe për ta promovuar këtë. Ky aktivitet bëri bashkë të rinj studiues dhe të apasionuar pas veshjeve tradicionale të Shkodrës, ndërsa synimi i këtij aktiviteti ishte njohja të rinjve me veshjet popullore dhe mësimi teknikave të punimeve të tyre.